krijesë në veçanti ka ndezur më shumë në tokë dhe në qiell. Dragoi ka lënë gjurmët e tij të bashkëlishme në folklorin e historishëve tanë. Po në qoftë se këto histori fantastike të kenë qenë diçka më shumë se sa thjesht një mit, po sikur këto legjenda të kenë qenë të vërteta. Kjo është historia e një familje unike që ka mbijetuar që nga koha e dinozaurëve për të bërë një ndalesë të fundit në epokën e mesjetës. Ky është eksplorimi shkencor i një specie unike. Kjo është historia natyrale e krijesës më të jashtëzakonshme. Erdha këtu për të zbuluar një mashtrim dhe paprit mas para meje u shfaq një familje tërë zvaranike shkrete pa njohur. Dhe çfarë familje? Nga të gjithë gjigantët prehistorik, vetëm zbulimi im i ka mbijetuar katastrofës së meteorit. Dhe ti nuk ishe dragoi vetëm. Duket se ka ekzistuar edhe një dragu asiatik i pyjeve dhe një dragu adeti, pikërisht si në legjendat që kemi dëgjuar. Por a mund ketë patur të tjerë? Kam nevojë për më shumë kohë. Së shpejti helikopteri do të vi për të më marrë dhe do të më duhet të kthehem në Angli. Dhe nëse kjo krijesë do të përfundojë në muze, unë nuk do të kem mundësinë ta studioj më. Por derisa të vijë çast, do të vazhdojmë skanimin. Ky nuk është mashtrim. Jemi përpara realitetit. Kjo është një ardhus gjigant dhe fluturuese. Pretendimi se kjo kafshë ka lëshuar edhe flak në goja duket i tepërt. Nëse është diçka interesante, sille në muze. Ky ishte plani, që është interesante, kjo nuk vjet në dyshim. Por shohim se çfarë mund të gjejmë tjetër, për kaq kosa na ka mbetur. Është shumë e rëndë për të fluturuar me krah kaq të vegjël. Nuk mund të krijojë një forcë ngritëse të mjaftueshme për të shkëputur nga toka këtë trup. Për të fluturuar duhet i bindesh ligjeve të fizikës, dhe sipas tyre ekziston një lidhje ndërmjet peshës, fuqisë dhe sipërfaqes së krave. Matja e këtyre krave tregon se ato mund të hapen deri në 7 metra, dhe kjo nuk është e mjaftueshme për fluturim. Kjo krijesë duket sikur është bërë për të fluturuar. I ka të gjitha pjesët e nevojshme, por jo nëpër masat e duhura. Peshka e vlerësuar 400 deri në 420 kg. Të dhëna jo të kënaqshme. Mos më thuaj. Raporti sipërfaqes së krave me peshën nuk është i drejtë. Kjo nuk mund të fluturojë. Është shumë e rëndë. Një krijesë me krah, por që nuk mund të fluturojë. Kjo është një tjetër pikpyetje. Me kalimin e kohës kjo histori bëhet më e çuditshme. Skanimi i brendshëm tregon një zemër të madhe, dhe kjo është tipike për krijesat fluturuese. Muskujt e gjoksit në këtë rast kanë nevojë për sasi të mëdha gjaku të pasur me oksigjen. Edhe kockat e tua janë të ndërtuara në mënyrë të tillë që të përballojnë fluturimin. Struktura e brendshme e tyre është e përshtatshme. Ajo ka formën e zgjojë të bletëve. Kjo strukturë e peshave të lehta është e pranishme në skeletet e zogjve. Kockat e tyre janë të forta, por edhe të lehta, në mënyrë që të bëjnë të mundur fluturimin. Por përsëritja shumë e rëndë për këta krah. Ka diçka të pazakontë brenda kavitetit të gjoksit. Skenari po bëhet më intrigues. Një çift i dytë mushkërish. Nuk po shoh tjetër strukturë të brendshme. Ndoshta brenda tyre kanë patur fshikza. Kjo duhet të ketë mbajtur diçka. Më jep një shiring të lutem. Qenë ka gaz. Analizohet të lutem. Në sistemin e tyre tretës, të gjithë krijesat kanë disa bakteri që i ndihmojnë të tresin ushqimin. Edhe kur kryejnë këtë proces, ato çlirojnë gaz. Por bakteret brenda sistemit tretës të dragojit janë unike, edhe gazi që prodhojnë është krejt i veçantë. Ai kanalizohet në 2 dhoma magazinimi që janë fshikëzat e fluturimit të dragojit. Përgjatë skeletit të tij super të lehtë, këto fshikëza sigurojnë faktorin kryesor që nevojitet për fluturim. Atëherë këtu kemi një përbërje gazrash të dominuar nga hidrogeni.
Hidrogeni ka një dëndësi 14 herë më të vogël se ajri. Është pa erë dhe pa ngjyrë. Nëse frym një aerostat me hidrogen, ai do të ngrihet në ajër. Sa mendoni se mund të jetë vëllimi në kubik i këtij organi kur është i fryrë në maksimum? 2 metra kub e gjysmë dhe janë më 2 të tilla që do të thotë 5 metra kub. 5 metra kub të mbushura me hidrogen. Çfarë fuqie ngritëse siguron kjo? Ndoshta jo plotësisht mjaftueshme, por të parafort. Erdhi çasti të futemi në gojën e Luanit. Është e qartë që ka qenë mish grënës, një gravitcial i përsosur. Çfarë po ndodh? Ti ke dhënë prerës si mund të shqyen mishin dhe dhëmball që e përlypin atë? Edhe raxhat e mëdha funguese kanë të njëjtat dëm që i përdorin për të thyer guaskat e forta si shkëm. Por për çfarë i duhen këto një gravitciali? Sipërfaqja e brendshme e gojës është e pabesueshme, duket pothuajse si e blinduar. Ndërsa kjo është diçka që e kam parë edhe më parë, një valvulë miqtore në pjesën e pasme të fytit. Kjo valvulë është shumë e ngjashme me ato që gjenden në fytin e krokodilëve. Krokodilët e përdorin atë për të ndaluar hyrjen e ujit në mushkëri, ndërkohë që mbajnë viktimën e tyre në ujë për ta mbytur. Është një formë shumë e njohur dhe e ka ndeshur edhe në fosile të tjera. Kjo është një strukturë shumë e specializuar. Duhet të shohim nëpër zonat e gërmimit dhe nëpër muze nëse kjo lloj koske gjendet edhe në fosile të tjera. Por ndoshta mund të jetë edhe një përshtatje. Ndoshta në këtë rast nuk është përdorur për të ndaluar hyrjen e ujit në mushkëri. Ndoshta ka shërbyer për të parandaluar zjarrin që të djeg fytin. O zot, kur e thua këtë fjalë me zë të lartë, duket vërtet idiote. Të duket e pabesueshme që nga goja e kësaj krijese të ketë dalë zjarr. Nuk ka asnjë mbeturin të karbonizuar ushqimi dhe as shenja djegje. Duket sikur të gjitha veglat janë këtu, por nuk janë përdorur kurrë. Ndoshta nuk ka shfryrë ndonjë zjarr. Mos e ke të drejtë. Le të kthehemi pak mbrapa. Natyra nuk ka pse të kufizohet nga mungesa e imagjinatës sonë. Duhet të mendojmë pak për këtë. Natyra është e mbushur me krijesa të çuditshme që kanë në dispozicion armë më të çuditshme. Gjuhë si shigjeta, ngjyra dhe forma që ndryshojnë, madje edhe armë në formë laku. Por a mund të ketë patur një krijesë që shfryn zjarr? Le të shohim. Jo prezantoj brumbullin bombardues. Kur e gërsohet ai shfryn një lëng me temperaturë mbi 93 gradë. Si e bën këtë? Duke pompuar një lëng të djegshëm nëpër një dhomë reaksioni, ku një katalizator e ndez atë. Kimikate shpërthyese nuk kanë tjetër veç se të dalin jashtë, madje edhe me një shpërthim. Kështu kanë bërë edhe dragonjt. Të kthehemi të këtej çështjes. Çfarë nevojitet për të prodhuar zjarr? Duhet lëndë djegëse dhe një sistem për ta ndezur atë. Duhet një material i lehtë i djegshëm. Atëherë çfarë thesë kishte brenda këtyre gjërave këtu? Hidrogen dhe metan. Si u tregova kaq budalla? Më duhet një ndezës. E shikoni? Tu brenda kemi hidrogen dhe metan, të dy janë gazra më të lehtë se ajri. Këto qese luajnë njëkohësisht rolin e ngritjes në ajër dhe atë të magazinimit të rëndës djegëse. Këtu kemi të bëjmë me evolucionin në kulmin e rendimentit ekonomik. Deri tani shumë mirë, por më thuaj, si arrihet antizi? A mund të marrë një kampion një lutem? A një këtë lloj sedimenti në dhëmballet e kësaj krijese? Është shkëm me gjurmë të forta platini. Platini nuk është vetëm një metal i çmuar, por edhe katalizator. Ashtu si tek brumbulli bombardues, edhe në këtë rast lënda djegëse ka nevojë për një sistem ndezës. Dhe kur platini bashkohet me oksigjenin dhe hidrogenin, ai realizon ndezjen. Ai prodhon zjarr. Teoria ime më në fund rezultoi e tretë,
Dhe ti je prova për këtë. Ti ke fluturuar dhe ke shfryrë zjarr. Eja të shohësh diçka interesante. Sapo zbulova këto fragmente këtu. Prin të tyre? Jo, kafazi i brimëve është krejt i paprekur. Atëre janë fragmente koskash. Çfarë mund t'jenë tjetër? Kjo shpjegon për masat e çuditshme. Sigurisht, ai ka 4 këmbë. Dhe 2 krah. Pra 6 gjymtyr. Asnjë vertebror i njohur deri tani nuk ka patur 6 gjymtyr. Por jo ky draguar. Ai ka 6. Dhe ky nuk mund të jetë mashtrim. Nëse ato këmbë janë reale, atëherë kjo do të vërtetohet në provën e ADN-s. Ky është një mutacion i padëgjuar. Kjo krijesë ka një përshtatje gjenetike ndryshe nga të gjitha të tjerat në mbretërinë e kafshëve. Dhe këto e kanë në gjenin përgjegjës për prodhimin e gjymtyrëve. Këtë e tregon edhe mitologjia. Kinezët, aztekët, polinezianët, të gjithë kanë vizatuar pamjet e kësaj krijese me të njëjtin faktor të përbashkët. Sparanik gjigant me 6 gjymtyrë. Dhe ky që zgjidhjes së misterit është pikërisht ky. Si nuk e mendova më parë. Këto vizatime nuk janë fantazi e çmendur. Këto janë dokumente. Sa njerëz primitiv na kanë treguar diçka dhe ne nuk kemi qenë në gjendje ta kuptojmë. E nëse pamjet janë të sakta, atëherë kjo është një dëshmi tjetër se ka patur shumë lloje dragonjsh, dhe ata kanë jetuar në të gjitha pjesët e planetit tonë. Ne kemi dëshmi për dragonjin detar ose gjarprin e detit të legjendave, dragonjin e pyllit që ka jetuar në zi, dragonjin kinez që zbukuron të gjitha objektet e qeramikës kineze. Dhe ty, le të të quajmë dragoj malit. Romania. Ikonografia e dragojit. I përjesuar në veprat artistike të realizuara në Qelq. Vendasit e quanin djalli i maleve. Dhe legjenda konfirmon llojin tënd, ke terrorizuar banorët vendas duke u sulmuar bakti, duke shfryrë zjarr, një betejë monumentale deri në vdekje. A është kjo një fotografi e jote e shekullit të 15? Pra, fermerët vendas të kanë dhënë një emër, djalli i malit. Çfarë lloj djalli ke qenë? Çfarë është ajo pranë zemrës? Është diçka e mbetur në dhomën e djathtë. Ky nuk është material organik. Kjo mund të jetë shumë e rëndësishme. Është një dëshmi e qartë që tregojnë dhe njerëzit kanë qenë në luftë mes tyre. Historitë e këtyre betejave epike janë dokumentuar në librat e folklorit në të gjithë botën. Ato kanë kulmuar këtu në Rumani. Janë histori të frikshme të trashëguara brez pas brezi. Historia e një demoni në majtë e një mali dhe të kalorsve që e kanë ndjekur në errësirë dhe nuk janë parë më. Njerëz dhe dragonj, armiq për vdekje. Nëse këta kalorës po kërkonin dragonjin, duket se e pas kanë gjetur. Ky nuk është dëmzim nga akuzit, ky është karbonizim. Ta njerëz janë djegur të gjallë me siguri nga zjarri ndonjë dragoj, por jo i këtij që kemi këtu, sepse ky nuk ka shfryrë ndonjëherë zjarr. Shikoni këtu, karbon. E gjeta tek njëri nga ata trupat që kemi atje. Trupat atyre njerëzve janë djegur. Ky është zbulimi i shekullit. Nuk mund të rrezikojmë dështim në këtë çast. Legjenda vendase tani ka filluar të tingëllojë si një dokumentim i saktë i një ngjarje reale.
Kalorësit nuk janë vrarë nga dragoji që kemi gjetur ne, por nga një dragoj e rritur, që ndoshta e qenë duke mbrojtur të voglin e vet. Taneri së shpejti do të zbulojë një tragjedi mesjetare. Një tjetër ndryshim plani. Diçka interesante rreth 800 metra në shpellë. Ta shkëmbinj janë ndjekur deri në pikën e shkrirjes në formën e disa vijave të drejta. Por masat e tyre janë të frikshme. Rufet nuk mund ta bëjnë këtë. Mos ndoshta këtu është zhvilluar një betejë? Pas kanë qenë dy vezë, por vetëm njëra ka qelur. Levozhgat e vezëve të tyre kanë rezistencë të madhe ndaj zjarrit dhe mund të përballojnë temperatura shumë të larta. Në fakt, pak të nxehtësi të madhe, zogjt e dragojit do të ngordhin brenda vezës. Kurët i mbrojnë vezët nga ekspozimi i drejtë për drejtë ndaj zjarrit. Por ata gjithashtu e ruajnë nxehtësinë duke çliruar atë gradualisht për një kohë të gjatë dhe duke mbajtur të qëndrueshme temperaturën brenda forës. Shpella vazhdon të shpalosë sekretet e reja me një ritëm të pabesueshëm. Koska nga një dele e zbutur. Kalorësit që erdhën në shpellë nuk ishin vetëm. Ky vend duket si zonë lufte. Pyetja që lindë është, a gjendet ende këtu ajo që i ka vrarë ata? Këtu pas ka edhe dy trupa të tjerë, nuk kanë shenja djegje. Po i afrohem së vërtetës, e ndjejtë. Më thuaj ku ndodhesh. Kemi edhe një kalim tjetër këtu. Unë po futem këtej. Dikur njeriu dhe dragoi jetonin pranë njëri tjetrit. Dragojt respektoheshin, madje aduroheshin. Tani, ata po gjuhen si të ishin parazit. Njeriu i detyroi dragojt të zhvendoseshin deri në këto mjedise të larta. Tani, edhe këtu, ata nuk janë të sigurt. Pa aftësinë për të shfryrë zjarr, ky i ri i papërvojë është seriozisht i rrezikuar. Por edhe ata që duan ta vrasin kanë frikë t'i afrohen, pasi kanë dëgjuar aq shumë histori për armën e tmerrshme të kësaj kafshë. Ata kanë frikë nga djalli që nxjerr zjarr, prandaj veprojnë me kujdes. Por pas pak e kuptojnë se ky i ri nuk paraqet asnjë kërcënim për ta. Nëna kthehet, është tepër vonë. Por dhimbja e saj duhet të presë, sepse në këtë moment ajo nuk hap një erë tjetër, një erë të njohur dhe ndjethëse për të. Si për ta egërsuar edhe më shumë, vrasi ka lyer fytyrën me gjakun e bijës së saj. Pas pak, ata do të provojnë skëterën. Një trup tjetër. Një shigjet. Një trup. Është shtypur nga diçka. Gjeta një krah. Është gjigant.
Disa njerëz të tjerë janë ngjitur deri në majën e malit ku ndodhet shpella e saj. Këtë herë, ata janë të përgatitur më mirë. Mercenarë të paguar nga fermerët vendas kanë ardhur të përfundojnë atë që lanë në mes para ardhësit e tyre. Pa ushqim, ajo nuk mund të prodhojë hidrogjen, edhe pa gazin e saj të çmuar, nuk mund të fluturojë edhe as të shfryjë zjarr. Për shumë vjet shpella ka qenë vulosur nga dëbora dhe akulli dhe betejë e përgjakshme kishte ngrirë në kohë. Dragoi kaloi nga realiteti në mitologji. Po të mos kishte ndodhur kështu, ta dy dragoj nuk do të kishin mundur të na tregonin historinë e tyre. Nga muzeu me reputacionin tim të përcotë, por u ktheva me një histori që i kalon të gjitha. Janë prova që do të bëjnë të rishkruhet e gjithë historia e natyrës. Krijesat e legjendave kanë qenë reale, por vetë legjendat kanë dhënë një pamje të deformuar të realitetit. I befasova kolegët e mi me historinë e familjes së jashtëzakonshme që kishim zbuluar. Një grup kafshësh që kanë jetuar pranë dinozaurëve. Ata duan vetëm të shohin provat me sytë e tyre, dhe kanë të drejtë. Nga kjo anë, dhe vendosini sytë e ty, lutem. Historia e jetës në planetin ton është rishkruar nga një nënë dhe bie e saj që janë ribashkuar këtu. Dhe ja se çfarë kemi këtu, individin e fundit të një dinastie legjendare. Miti i një grabitësi baktish, realiteti i një nëne që lufton për të ushqyer bijën e saj. Miti i një bishe të llaktarshme, realiteti i mbijetesës me çdo kusht. Miti i kalorsve që u ngjitën malit për të vrarë dragojin. Realiteti, persekutimi dhe shfarosja. Tani të gjitha mitet me dragojin në përbot ngren të njëjtën pyetje. A kanë qenë edhe ata të vërtet? Dhe pyetja më e rëndësishme nga të gjitha, a kanë qenë këta vërtet dragojnë të fundit?